Rritja e temperaturave sjell edhe një fluks më të lartë pacientësh me temperatura të larta dhe sëmundje kardiovaskulare tek urgjenca e spitalit në Lushnjë, thot doktoresha Nila, që është dhe shefja urgjencës. Doktoresha Nila thekson edhe problemin e pacientëve fiktiv, të sëmurët jo rënd që duhet t'i drejtohen fillimisht mjekut të familjes dhe mjekut specialist. Pacientët fiktiv mbipopullojnë urgjencën dhe nuk ka kapacitete për pacientët që kanë më shumë nevojë për shërbimin e urgjencës. Fluks pacientësh në këtë periudhë ka më shumë se sa në periudhat e tjera, ku predominojnë temperaturat e larta në moshat e reja dhe të mesme dhe pacientët kardiak në moshat e rritura. Faktori temperaturë 1 apo faktori neglizhent që kanë shku ke mjeku specialist apo ke mjeku i familjes i bën që gjithë pacientët përplasen në urgjencë. Kjo rrit fluksin e urgjencës, kjo rrit punën, po që është një urgjencë jo reale. Një pjesë e pacientëve janë fiktiv. Pra është kontingjenti i këtyre pacientëve që fillimisht duhet të paraqiten ke mjeku i familjes dhe mjeku i familjes do t'i drejtoj ke specialisti apo në terapinë urgjente. Jo çdo rast me temperaturë, sidomos moshat e reja, hapin e parë të zgjidhjet kanë urgjencën, se nuk po lejmë kapacitete për pacientët kardiak dhe për pacientët që të vërtet kanë nevojë për shërbimin e urgjencës. Shefja urgjencës flet edhe për rastet e pickimeve nga insektet dhe gjarpërinë që gjithashtu shtohen në periudhën e verës, por deri tani ka më pak raste se vitet e tjera, sqaron mjekja. Në urgjencë janë paraqitur 2 raste me pickim gjarpëri dhe 2 me pickim merimange që janë trajtuar në spital edhe pse nuk ka toksikolog. Në krahasim me vitet e tjera kemi më pak fluks, kemi pas shumë pak merimanga, që vitet e tjera predominonin pickimet nga merimanga. Tani pavarësisht temperaturave të larta, rastet kanë qenë sporadike. Kemi pasur vetëm 2 raste pickim gjarpri që janë trajtuar në kirurgji. Jemi të pajisur me serumin antiviper për pickimin e gjarprit. Të 2 rastet e tjera që kanë qenë pickime merimagash janë trajtuar në spitalin ton, pavarësisht se nuk kemi toksikolog, janë ndjekur dhe janë trajtuar ke ne. Nuk ka qenë kontingjent pacientësh problematik. Doktoresha Nila këshillon të sëmurët që të kujdesen për shëndetin gjatë stinës së verës, sepse kujdesi mban larg sëmundjet. Para njerëzit nuk duhet të dalin në orët e ditës që është piku i temperaturave, pavarësisht moshave, pavarësisht, po sidomos pacientët që janë me patologji kronike, pacientët kardiak, hipertensiv, diabetik, të dalin në periudhën e mëngjesit dhe në periudhën e darkës. E dyta, të konsumojnë sa më shumë ujë dhe likide të tjera, në mënyrë që organizmi ato që humbet nëpërmjet djersës ti kompensojnë nëpërmjet marrjes nga goja. Është më efikas një terapi hidrike nga goja, uji, çaji, kompostot, lëngjet e frutave, se sa të vi pacienti i dehidruar në urgjencë të marrë një serum, një perfuzion. Se ky kontingjent prandaj vjen. Shumë mirë mund ta evitosh ardhjen në urgjencë duke shtuar dietën hidrike në shtëpi.